Ermal Azizaj, vllai i Dashuri Rapajt, ka folur për marrëdhënien familjare dhe gjendjen e autorit të dyshuar të ngjarjes tragjike në Kuman të Roskovecit. Ai ka hedhur dritë mbi sjelljen e shefit Rapajt, duke treguar se prej kohësh kishte shfaqur shenja agresiviteti dhe probleme në komunikim me familjarët. Ai ka qenë problematik. Ka qenë 50 vjet motra jon gjithmonë, për atë ka qenë mbulesë. 50 vjet. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba e mbërësirë. Ai me fjalë ka qenë problematik. Ka qenë problematik. Të arrinte deri këtu dhe para 20 vjetësh ka bërë vetvrasje. Ka krijuar vetvrasje. Kush i shkon mende se do kisha armë, do bënte këtë të gjë, se nuk mund të vrashti nesër gruan atë. Sipas tij, rreth 20 vite më parë, shefi Trapaj kishte tentuar të jepte fund jetës, ndërsa pavarësisht këtyre sinjaleve, familjarët nuk i kishin menduar se situata mund të përfundonte në një ngjarje kaq të rëndë. Ai shton se marrëdhënia e tij me të afëmit ishte e ftohtë dhe pothuajse pa komunikim, duke krijuar një distancë të madhe brenda familjes. Zero. Zero me të gjithë. Zero me të gjithë. Me të gjithë. Që u zhvendos nga Llambresi këtu? Ne kemi marrë të ndjerën tonë, motrën tonë, dhe ta varrosim lart ku kemi nënën dhe baban, të jetë në mes luleve. Po ta afërmit e këtij. Nuk më interesojnë fare. Atë e kam dhënë me zë dhe me shkrip, ta imeni dhe e groposni në kanalin më të thellë. Ka ta afërma Ta e qëndë. që janë kanal. Nuk më intereson fare, nuk asnjë. Nuk i ka ardhur asnjë. Ndërkohë, familjarët bëjnë me dije se deri tani, askush nga të afërmit nuk është paraqitur për të tërhequr trupin e tij, i cili vijon të mbahet në morg. Ngjarja ka tronditur jo vetëm familjen, por edhe komunitetin lokal, duke rikthyer vëmendjen te çështjet e shëndetit mendor dhe marrëdhëniet familjare të tensionuara.